familjet dhe posaçërisht familjen e viktimave. Avokata, është shumë e lehtë të blehet një armë sot? Përveç pak me lartësu. Ne me aq sa kemi pa në praktikë, sepse nuk kemi pas raste personale, por me sa kemi pa në praktikë, ka tregtëzi në të cilën lehtësisht arrihen deri te sigurimi i armëve të tilla. Ajo që për ne do duhej të ishte thirrje që familjet të kenë kujdes me të shtuar në raport me personat që janë në moshë më të reja, posaçërisht të fëmijëve. Këto pashmangshëm që do duhet të trajtohen nga psikolog, sociolog, por edhe jurist normalisht aspekti se si ka fenomene të tjera që përfshihen në shkolla, siç janë substanca narkotike e të tjera, e të cilat ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Ne dimë edhe raste të tjera ku kanë ardhur deri tek rastet e vrasjeve, fakt për kurrgjë për probleme teknike apo për kacafytje, fjalosje, shikime të tjera, të cilat në rrethana normale nuk do duhej të ndodhin për shkak se shohim se çfarë pasojë krijojnë, e cila është një e mirë, e cila është e pariparueshme sepse asgjë s'mund ta kthejë jetën e një personi tani me të vrarë. Avokat, qysh është e mundur me pas një 19 vjeçar një armë në dorë? Flasim për prezencën e armëve, si mundet një 19 vjeçar që ka shtyna të ta marrë armën në dorë dhe ta vras një bashkëmoshatar të tij? Kjo për ne është edhe më shqetësuese. Normalisht edhe tek moshat e rritura, por te moshat e reja është shqetësuese sepse ndikon ose reflekton që nuk ka pasur kujdes të duhur as nga familja, as nga shkolla, as nga rrethi, sepse mbetet e shihet nga hetimet, koha kur është blera e armë, sa kohë ka qenë në përdorim, dhe se kush ka qenë apo është dashur të jep në dijeni për posedimin e një arme të tillë. Ajo që për ne ka tepër rëndësi, politika ndeshkimore të armbajtjes pa leje është jashtëzakonisht e ulët, e posaçërisht po ashtu edhe tek vrasjet, sepse ne kemi pa raste ku dënohen me 7 vite, 8 vite, 12 vite për vrasje dhe nështë është keq për të thënë, por kjo nuk reflekton në preventiv apo në parandalim, sepse secili person para se të kryejë një vepër me domos do të ketë në mendjen e tij se çfarë dënimi do ta pret. Dhe nëse një praktikë gjyqësore ndërtohet me kaq pak dënueshmëri për vrasje, atëherë nuk paraqet ndikim që të mos kryejnë vrasje. Kush po i bie që e ka fajin, zoti Shefqeti? Shikoni, nuk mund të ketë një faj të vetëm, por kjo do duhet të ishte një alarm i përgjithshëm, i cili do duhet të trajtohej nga institucione të ndryshme dhe në mënyrë më gjithëpërfshirëse, që nga edukimi deri tek aspekti i ekzekutimit